Mirëmëngjes miq të dashur të emisionit sot, jemi në rubrikën Sot në Kosovë, edhe sot do të flasim për shtëpinë e ankandeve, e cila është e vetmja në Kosovë dhe tashmë ka 12 vjetorin e themelimit të saj. Jemi bashkë me drejtorin e kësaj shtëpie, pra është zoti Jeton Smaka bashkë me ne, edhe do të flasim pak për krejt procedurën edhe punën se si shkon në këtë shtëpi ankandesh, tashmë me theks të veçantë në ankand janë veturat e OSCE-s. Mirëmëngjes Jeton, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit, kënaqësi të jem mysafir të ju. Faleminderit që ke ardhur. Fillimisht ndoshta për me i njoftu pak edhe shikuesit më tepër për kompaninë e cila tashmë i ka bë 12 vjet themelimi, të flasim pak në detaje prej kohës kur veç është funksionale. Po atëherë, shtëpia ankandeve është themeluar në prill të vitit 2011, siç e thatë edhe ju tashmë 12 vjetëve që kemi bë. Jemi të parë dhe të vetmit të llojit kësaj natyre që miremi me organizimin e ankandeve në Kosovë. Zot ankandet i kemi të rregullta çdo 2 javë, që i bjen çdo 2 të shtunë. Ankandet janë live të hapna. Për të marrë pjesë në ankandet qoftë si shit, qoftë si blerës, ka drejt kushdo qoftë person fizik apo juridik. Ne kemi një bashkëpunim shumë të thellë dhe shumë gjatë me disa prej ambasadave kryesore në Kosovë, kisha me përmend ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, UNHCR-in, OSBE-n, CDF-in, e shumë organizata të ndryshme humanitare, jo qeveritare në Kosovë, po ashtu me institucione publike, kemi shit, vazhdojmë shesim për disa komuna, tash momentalisht jemi në proces shitjes me komunën e Podujevës, gjithashtu me të Novobërdës, momentalisht, të kalume kemi pasur me komuna tjera, si që është Prishtina, Juniku, e tjera, kështu me radhë. Po, hajde ta bëjmë pak një kthim brapa, po themi ndoshta në 12 vitet e kaluara, sepse çdo proces fillestar, ndoshta din me qenë pak më i vështirë, po për vitet e kaluara si ka qenë edhe interesimi për ankandet, qysh ka shku si procedurë krejt puna juj? Po, ne jemi mundu me bë më të mirë në gjithmonë marketing me targetim të njerëzve, të klientëve, të kompanive, të ndryshëm. S'ka qenë rrugë e lehtë, kuptohet, ka qenë pak problem, po kjo ka qenë ide e themeluesit pronarit tonë, aksionarit vetëm, Adrian Zulfiut. Ideja ka qenë e tij dhe faleminderit e prej tij, na ka mbështet pa rezervë që me zhvillu na me ardhur deri këtu. Po. I përmendim pak edhe për në ankand veturat e OSCE-s, tashmë është ankandi më i ri nëse mundemi me thonë, edhe kisha dashur më ndal specifikisht tek personat që përmende, mund të jetë kushdo pjesë e këtyre ankandeve. Sakt, po. Po, ankandi i radhës është nesër, që i bjen me ka veturat të OSBE-s, ka të UNHCR-it, ka dhe të furnitorëve tjerë. Madje është edhe një shërbim i ri, cilin e kemi lancu tash kohëve të fundit, gjithsesi në kuadër shtëpisë ankandeve, po shërbim i ri, na kemi quajtur autoankandet, është një mundësi e re, një mundësi shtesë për të gjithë ata që dëshirojnë me shit veturën e tyre brenda ditës. Që i bjen, ata kanë mundësi me pru veturën brenda ditës, edhe paguajnë një takë simbolike si lloj hymje, një 5 euro, kështu po e them haptas. Gjithsesi kjo ka më qenë edhe është si lloj promocioni, edhe qoftë se shitet vetura, çaj është. Nëse jo, edhe atë 5 euro e kthejmë rapa edhe kushdo kërkuja. Më thonë është thjesht një mundësi shtesë për me shit veturën brenda ditës. Brenda ditës, po. Edhe gjësende të ndryshme përveç veturave, ta potencojmë këtë, munden me ushit përmes shtëpisë ankandeve. Ndoshta si informacion që ndajme me shikuesit edhe me ata qytetarë që mbase në njërin prej ditëve të ankandeve dojnë me u bë pjesë edhe me i shit gjësendet e tyre. Unë prej këtu i ftoj gjithë të interesumt për serisën e qofshin persona fizik apo juridik, që çdo aset cilin ata hekin prej përdorimit, thjesht që nuk është më i, mos themi vlefshëm, por nuk është i nevojshëm, i domosdoshëm për ta, nuk kanë çka me bë, nuk kanë hapësinë ku me lënë, pse me gjujt munden me prute na ofrojmë atë shërbim, edhe na e shesim atë. Detyra jonë është kjo, edhe e shesim nëpërmjet ankandit. Pse ankand? Sepse te na dallon çmimi, po më çmimi shitja dallon, se na fillojmë prej një çmimi minimal, ndoshta edhe mundohemi qatë sen që kushdo që e ka hek për përdorimit, mundohemi me shit sa ma nalt, me mri çmimin. Do të thonë fillojmë prej poshtë, lartë. Në çmim më lartë. Deri tash për shembull te blerjet që e kam pasi që është hedhë në shitje në ankand ndonjë prej gjësendeve ose veturave në këtë rast, si ka qenë ndoshta ose sa ka pas mundësi që blerësit kontribuojnë në drejtim, me qenë se e dim pak edhe standardit se si e kemi, çysh ka qenë deri tash këto vite? Po, për shembull për veturat ose për cilin do gjësend tjetër që ka qenë më. Po unë mendoj se secili blerës e zgjen veten aty, është i kënaqur aty se vetë
ardhe atyne të na vazhdimisht që vinë, po thonë shumica e njerëzve ose klientëve që janë të rregull, që nuk mungojnë asnjëherë, vinë gjithmonë, edhe ata kanë qëllimin e tyre, kanë intereset e tyre dhe ata janë të kënaqur. Ndërsa sa i përket furnitorëve shitësve, mund të thonë që edhe ata janë më së të kënaqur se siç e thatë edhe ju, mos ti referon ata shumë të kalumës, po na kemi pas vetur ku ndoshta nipi organizatave humanitare, mos thom tash me emra, ka pru një vetur, e kalon çmimin fillestar 1.000 euro, na kemi shit 11.700. Edhe kjo është kulmi. Nëpër komuna, për shembull, se e përmende, fillimisht keni qenë edhe me komunën e Prishtinës, Feriza, ata fillimisht ju nikë në fakt e përmende? Po, ata fillimisht e formojnë një lloj komisionit brendshëm, e bojmë vlerësimin e aseteve, mandej ata na dërgojnë evelistat, gjithsesi e shpallin shprehet interesit që në emër tyne me organizu ankand shitjes, sepse thash ankandet e në live, janë të hapëna, nuk janë me koverta, me zarfa, mbyllën me çmime, mbyllën, po janë haptas, vinë ofertues brenda në sallë 100, 120, 50, 70, varësisht prej çfarë produkte ka në shitje, edhe ata secili shohin një tjetrin kush sa po ofron. Edhe është një fair play, kështu një garë, kështu shumë fair që e kuptojnë një tjetrën edhe ai që ka interesin edhe ka qëllimin me blenë, nuk kursen edhe shkon oferta më e lartë e blenë. Është e hapme, domethënë. E përmendim pak edhe kozgjatjen, ndoshta, me qenë se nesër veç fillon ankandi, të dinë ndoshta ato kriteret bazë që e kërkon një ankand për krejt qytetarë që dojnë me u bë pjesë. Po, ankandi fillon ora 11, na aty jemi prej orës 9. Për me u regjistru është procedurë thjeshtë. Mjafton me një letër njoftim, nëse je si person fizik, nëse je person juridik, duhet letër njoftimi ZSC dhe dokumentet e kompanisë, firmës, cilën e përfaqëson se ai pronar, po paguhet një lloj depozite, ajo është një lloj sigurie për neve edhe për furnitorët që nuk dështon shitja ose blerja. Varësisht për produkte është tarifa më e ulët, depozitës, ndërsa për vetura është pak më e lartë, ajo zbatohet në çmim blemjes ose nëse nuk blen asgjë, kur kryet ankandi në fund procedurës tu dal e tërhek depozitën, nuk ngarkohesh me zero, domethënë komision është, nuk ka kurrë, kjo është e thjeshtë. Më intereson me ditë, a bëjmë pjesë edhe diaspora e vendit në këto ankande, çu qëndron kjo? Vinë, kemi pas raste kur kanë ardhur, ose kanë ardhur si shoqërues me dikon, ose kanë dëgju për neve, e kanë pa dhe kanë ardhur pikurreshtës me pa, po, kemi pas raste kur kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë. Edhe kanë qenë pjesëmarrës. Jeton, shumë faleminderit që ke qenë program të mëngjesit, nëse ke diçka që don me përmend. Faleminderit juve, kënaqësi që ishim musafir të ju. Kënaqësi për neve. Faleminderit shumë.